Në mjediset e bibliotekës publike të qytetit të Durrësit është shkelur një hapësirë për këndin arkivor që u ofron qytetarëve pasuri dokumentare nga Arkivi Shtetëror. Në prezantimin e projektit mori pjesë drejtoresha e shërbimeve arkivore Elsa Sako, e cila pasi ka falendëruar drejtoreshën e bibliotekës Mirela Ylli për bashkëpunimin e ngrohtë, ka bërë me dije nismën e vlefshme të Arkivit të Shtetit për studiuesit dhe dashamirësit e historisë. Ndodhemi në bibliotekën e Durrësit, ku sot prezantuam nismën tonë të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, që është prej viteve duke sjellë arkivat sa më pranë qytetarëve ku ata ndodhen në çdo qytet. Sot prezantojmë këndin arkivor të Drejtorisë së Përgjithshme Arkivave në këtë qytet, ku u japi mundësi të gjithë qytetarëve, studentëve, studiuesve që të hulumtojnë dokumentet që ruhen në fondet e Arkivit Qendror Shtetëror nëpërmjet sistemit tonë elektronik katalogu.arkiva.gov.al. Në bibliotekën e qytetit tashmë, kushdo mund të marrë në mënyrë elektronike rreth 11 shërbime nga Arkivi i Shtetit.